Dhe nëse ka një fjalë që duhet të përkufizoj bashkëpunimin tonë sot, ajo është besimi, sepse besimi nuk është vetëm vlerë, është avantazh ekonomik. Në një botë të paqëndrueshme, të ndikuar nga tensionet gjeopolitike, transformimet teknologjike dhe rregullimi i fragmentuar, integriteti nuk është vetëm përmbushje rregullash, integriteti është konkurrueshmëri. Kur rregullat janë të qarta dhe zbatohen me drejtësi, kompanitë e mira sigurt rriten, investitorët planifikojnë afatgjatë dhe shoqëritë fitojnë besim në të ardhmen. Sot dua të ndaj me ju 3 mesazhe. Së pari, Kosova është e gatshme për partneritete të mëdha infrastrukturore. Së dyti, Kosova është e hapur për investime serioze. Dhe së treti, Kosova po zgjeron mundësi tregtare me Evropën, me rajonin dhe më gjerë. Vendi ynë në Republika e Kosovës është një shtet i pavarur dhe i konsoliduar, me orientim të qartë evropian dhe tash e kemi edhe stabilitetin institucional i cili dëshirohet aq shumë prej bizneseve. Me qenë se ofron siguri publike, parashikueshmëri dhe disiplinë të fortë fiskale.